Horoskopi për datën 30 prill 2025, parashikimi i yjeve për të gjitha shenjat. Nëse je adhurues i horoskopit dhe nuk na ke bërë subscribe, ju lutemi të na bëni subscribe dhe shtypni butonin e zilës për të ndjekur horoskopin për çdo ditë, si dhe horoskopin javor dhe mujor. Le të fillojmë tani pa humbur kohë me shenjën e parë. Ashi. Ti je në qendër të vëmendjes. Hëna ndodhet në shenjën tënde dhe kjo të jep energji, guxim dhe dëshirë për të marrë drejtimin në çdo situatë. Je i motivuar për të nisur diçka të re, por mos harro të përfshish edhe të tjerët. Puna në grup mund të sjellë rezultate të mëdha. Pasdite, një mundësi e mirë në karrierë mund të shfaqet. Është momenti ideal për të treguar aftësitë tuaja ose për të prezantuar një ide që ke mbajtur për vete. Në dashuri, ndjenjat janë të forta nëse je në lidhje. Kërko momente të thella dhe të sinqerta. Nëse je beqar, mund të krijosh një lidhje premtuese. Kujdes me nervat në mbrëmje, sidomos gjatë bisedave të ndjeshme. Mos lejo që Marsi të ndesë tensione. Shëndeti kërkon ekuilibër, mos e tepro me stërvitjen. Financat të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Përqendrohu te ato gjëra që të sjellin lumturi të vërtetë dhe mos u trem nga sfidat. Ti di si ti përballosh me forcë dhe stil. Demi, sot je më reflektues dhe i përqendruar tek ndjenjat. Me ndikimin e Venusit, marrëdhëniet me njerëzit përreth janë të rëndësishme. Do ndihesh më afër tyre dhe do dish të krijosh lidhje të thella. Në punë, qetësia dhe durimi janë çelësi i suksesit. Një bisedë e rastësishme në mëngjes mund të sjellë një ide me vlerë, ndaj mbaj veshët hapur. Nga ana emocionale, mund të ndjesh një konflikt mes asaj që duhet të bësh dhe asaj që dëshiron. Mundohu të gjesh balancën. Në aspektin financiar, qëndro praktik dhe fokusohu te shpenzimet e domosdoshme. Mbrëmja sjell mundësinë për të çlodhur. Arti, muzika ose një mbrëmje e qetë do t'ju ndihmojë. Për shëndetin, aktivitete të lehta si yoga ose një shëtitje në natyrë janë ideale. Në shoqëri do kalosh mirë, por mos e tepro. Lëre veten të frymëzohet nga bukuria e gjërave të vogla dhe gjej qetësi në veten tënde. Sot është një ditë e mirë për rritje të brendshme. Binjakët. 30 prill 2025 është dita jote për të mësuar, për të komunikuar dhe për të eksploruar gjëra të reja. Hëna ndodhet në shenjën tënde dhe jep shumë kurajshi dhe energji për të krijuar kontakte të reja. Pasdite, një ide interesante ose një njohje e re mund të surprizojë, sidomos përmes rrjeteve sociale apo kontakteve të punës. Në dashuri, mund të ndodhë një takim i papritur që të zgjon interesin. Nëse je në lidhje, fol më thellë me partnerin për të forcuar lidhjen. Në aspektin shëndetësor, është e rëndësishme të përfshihesh në aktivitete që sfidojnë dhe mendjen, jo vetëm trupin, si sporte me strategji apo lojra logjike. Kujdes me shpenzimet, mos u tundo nga ofertat që të duken shumë të mira për të qenë të vërteta. Sot gjej ekuilibrin mes kohës sociale dhe asaj për veten. Gaforja. Sot ndjen më shumë emocion dhe kujdes për të tjerët gaforre. Është një ditë e mirë për të forcuar marrëdhëniet si në jetën personale, ashtu dhe në punë. Njerëzit do e vlerësojnë ndjeshmërinë dhe qetësinë tënde. Pasdite, një bisedë e sinqertë në punë mund të përmirësojë shumë atmosferën në ekip. Në dashuri, lidhje të qëndrueshme lulëzojnë. Ndaje kohën me partnerin dhe bëj diçka të veçantë. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush me thellësi emocionale. Në financa qëndro me këmbë në tokë dhe përqendrohu në stabilitetin afatgjatë. Për shëndetin, përpiqu të ushqehesh më shëndetshëm dhe eksperimento me receta të reja në shtëpi. Mbrëmja është perfekte për relaks, ndoshta një film, një libër apo pak meditim do të bëj mirë. Luani. Luan, sot është një ditë e shkëlqyer. Je plot energji, vetbesim dhe karizëm. Përdori këtë cilësi për të marrë iniciativën në projekte që i ke për zemër. Të tjerët do të ndjekin me kënaqësi. Në punë ke mundësi të tregosh veten, prezanto idetë e tua dhe mos ke frikë të dalësh në pa. Në jetën personale, ngrohtësia dhe bujaria jote krijojnë lidhje të forta. Ndoshta është koha për të organizuar një darkë me miqt
apo familjen. Beqarët mund të përjetojnë një flakë romantike përmes një bisede të këndshme. Financat janë në rrugë të mirë. Investime të zgjuara dhe zhvillim personal të sjell përfitime. Shëndeti është në nivel të lartë. Zgjidh aktivitete që të japin energji dhe humor të mirë. Në mbrëmje reflekto për arritjet e tua dhe bëj pak pushim për të rifituar fuqinë në ditët që do të vinë. Virgjëresha, sot është një ditë ku saktësia dhe organizimi yt të ndihmojnë shumë. Yje të nxisin të planifikosh mirë dhe të përfundosh detyrat me kujdes. Në punë do të jesh i aftë të zgjidhësh dhe problemet më të ndërlikuara, veçanërisht pasdite, ku mendja jote do të jetë më e mprejtë se zakonisht. Në familje dhe me miq të tjerë do të kërkojnë këshillat tua, ndihmoj, por mos harro të kujdesesh edhe për veten. Në financa qëndro larg rreziqeve, investo me kujdes dhe mendo për të ardhmen. Shëndeti është në fokus, aktivitete si yoga apo meditimi do të bëjnë mirë për trupin dhe mendjen. Në dashuri, partneri do të vlerësojë qasjen tënde të kujdesshme dhe të qëndrueshme. Bashkëbisedimet dhe planet e përbashkëta mund të forcojnë lidhjen. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje të veçantë përmes bisedave të thella dhe inteligjente. Merr kohën tënde dhe beso në rrugën tënde të qetë dhe të qëndrueshme. Peshorja. Peshore, gjithçka rrotullohet rreth ekuilibrit. Me ndihmën e Venusit do të jesh më tërheqës dhe më i aftë të bashkëpunosh me të tjerët. Në punë, puna në grupe do të sjellë frute. Ndaj idetë dhe dëgjo me kujdes. Pasdite një ide spontane ose një propozim i pazakontë mund të çojë drejt një drejtimi të ri interesant. Qëndro i hapur. Në financa, bashkëpunimet me njerëz të besuar mund të jenë të suksesshme. Në dashuri, dita është perfekte për romantizëm. Nëse je në një lidhje, organizo një darkë apo një aktivitet që u ofron më shumë. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë në një ambient shoqëror. Për shëndetin, ekuilibri është çelësi. Pak aktivitet fizik dhe relaks do të ndihmojnë trupin dhe mendjen. Mbrëmja është ideale për muzikë ose për të ndjekur ndonjë aktivitet artistik. Sot lëre harmoninë të udhëheqë në çdo hap. Akrepi. Akrep, forca jote vjen nga thellësia dhe intensiteti shpirtëror që të ndihmon të përballesh me çdo sfidë. Me ndihmën e Plutonit ke aftësinë të shohësh përtej sipërfaqes dhe të zbulosh të vërtetën. Në punë, beso instinktit tënd, do marrësh vendime të zgjuara dhe nëse dëgjon ndjenjat e brendshme. Në marrëdhëniet personale mund të ndihmosh të tjerët me fjalë të mençura, por kujdes që të mos harrosh veten. Edhe ti ke nevojë për qetësi. Financiarisht është një ditë për të menduar për të ardhmen dhe jo për fitime të shpejta. Në dashuri, bisedat e hapura forcojnë lidhjet. Mos ke frikë të tregosh ndjenjat. Nëse je beqar, një njohje e re mund të jetë e sinqertë dhe premtuese. Për shëndetin, shkruaj ndjenjat në një ditar ose fol me dikë për të hequr peshën nga shpirti. Në mbrëmje, merr me një aktivitet që kërkon përqendrim dhe pasion. Do të sjellë kënaqësi. Shigjetari. Dëshira jote për aventura dhe eksperienca të reja është e fortë. Dielli ndriçon anën tënde optimiste dhe të guximshme. Në punë është momenti i duhur për të filluar një projekt të ri ose për të provuar një mënyrë të re. Takimet sociale sjellin mundësi të reja, ndoshta një udhëtim apo ide që të vjen nga një bisedë e rastësishme. Në dashuri, energjia jote pozitive të bën tërheqës. Lidhjet e vjetra freskohen dhe të rejat mund të lindin. Financiarisht, Jupiteri të ndihmon, por mos harro të bësh llogarit mirë. Mos harxho më shumë se ç'duhet. Shëndeti është në formë të mirë. Dil në natyrë, provo një sport të ri ose lëviz më shumë për të ruajtur gjallërinë. Në mbrëmje merr kohë për një aktivitet krijues që të sjellë kënaqësi. Bëj diçka që të mbush shpirtërisht. Bricjapi. Bricjap, sot do të ndihesh më i përqendruar dhe serioz se zakonisht. Me ndikimin e Saturnit është dita ideale për të rregulluar planet dhe për të vazhduar me qëndrueshmëri në rrugën tënde. Në punë, përqendrohu në atë që ke nisur. Puna e duruar dhe e qetë do të japë rezultate. Financiarisht është një ditë e mirë për plane afatgjata.
jo për të shpenzuar kohë. Rishiko buxhetin me kujdes. Në jetën personale kërko pak qetësi dhe kohë për reflektim. Do të kuptosh më mirë çfarë të duhet. Në marrëdhënie, ndarja e përgjegjësive dhe bisedat e sinqerta afrojnë njëri tjetrin. Beqarët mund të njohin dikë interesant në një vend të pazakont, ndaj qëndro i hapur. Shëndeti do të përmirësohet nëse ushtron me mas dhe merr pak kohë për relaks. Në mbrëmje, feston në mënyrë të thjeshtë sukseset e tua. Ndihesh më i qetë kur je në përputhje me vlerat e tua. Ujori. Energjia jote krijuese dhe mendimi ndryshe janë më të fortë se kurrë. Me ndikimin e Uranit je frymëzuar të provosh gjëra të reja, sidomos në punë. Është një ditë e shkëlqyer për të përdorur teknologji të reja apo për të sjellë ide të freskëta në ekip. Në diskutime në grup, zëri yt do të dëgjohet. Mos u frikso të ndalosh mendimet e tua unike. Në financa, ki kujdes me vendimet e nxituara. Mendo mirë para se të investosh në diçka të papritur. Në marrëdhënie mund të ndodhin takime të papritura që të gëzojnë, ndaj qëndro i hapur për biseda të sinqerta. Për beqarët, një njohje e re mund të vijë nga një situatë e pazakontë. Shëndeti përmirësohet përmes aktiviteteve që stimulojnë mendjen dhe trupin. Në mbrëmje, mendo për synime afatgjate dhe sigurohu në çdo hap që bën, që të jetë në përputhje me idetë tuaja. Peshqit. Peshq, intuita jote është shumë e fuqishme. Ndikimi i Neptunit të ndihmon të kuptosh më lehtë ndjenjat e tua dhe të tjerëve. Në punë, besoj instiktit, qasja jote e butë dhe mirëkuptuese do të përmirësoj komunikimin me kolegët. Pasditja është koha ideale për të rifilluar projekte krijuese. Imagjinata jote është në kulm. Në aspektin financiar, merr kohë për të rishikuar shpenzimet dhe për të planifikuar më mirë kursimet. Në dashuri, ndjenjat do thellohen përmes bisedave të ndjera dhe ëndrave të përbashkëta. Beqarët mund të gjejnë një lidhje të veçantë në rreth artistik apo shpirtëror. Shëndeti mund të përmirësohet përmes aktiviteteve të lehta si noti apo ushtrime të lehta. Mbrëmja është perfekte për lexim, pikturë, muzikë. Krijimtaria të ndihmon të çlirohesh dhe të ndihesh mirë. Ky ishte horoskopi për datën 30 prill 2025. Ju urojmë suksese në punë, fat në dashuri, një shëndet të mirë dhe një ditë sa më të mbar. Qëndroni në kanalin ton për horoskopin e përditshëm.